تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، بإذن الله تعالى do vazhdojmë në kapitull 3 të këtij libri madhështor al-Muharrar fil Hadith të Ibn Abdul Hadi al-Hanbali rahimahullah. U thot autori rahimahullah: babu ma yumna'u lubsuhu au yukrahu wa ma laysa kadhalik. Kapitulli për atë që ndalohet të vishet ose është e papëlqyeshme dhe për atë që nuk është kështu. Domethënë që është e lejuar. Që është domethënë e lejuar. Këtu, pasi që imi domethënë te libri I namazit, alajmi domethënë te kitabu Salah, kapitulli domethënë siç u përmend tash pak më para, dhe kjo tregon domethënë këtu lidhja është e dukshme mes kapitullit dhe libri I namazit, sepse është domethënë veshja, është domethënë ose mbulimi I auretit është kusht prej kushteve të namazit. Dhe prandaj Ibn Abdul Hadi rahimahullah ka sjell këtë kapitull në librin e namazit që me pas domethënë muslimani kujdes që ta mbulojnë domethënë auretin e tij, që kështu të jetë namazi I tij domethënë I sakt, që të jetë domethënë namazi I tij I sakt. Dhe po ashtu domethënë ka përmend disa çështje, domethënë disa ahadithe që ndërlidhen domethënë me çështje që janë të papëlqyera domethënë për muslimanin me I pas ato të veshura gjatë namazit, po ashtu edhe jashtë namazit. Sa I përket rrobave ose teshave, origjina është domethënë se janë të lejuara. Se ato janë domethënë të lejuara, për vetëm se nëse ka argument nga libri Allahu subhanahu wa taala ose suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ose ijmaja që është diçka domethënë e ndaluar. Por baza është domethënë se teshat, rroba domethënë janë të lejuara. Këtu e përmend Ibn Abdul Hadi rahimahullah hadithi I parë që është hadithi 479 në renditje e këtij librit, ku thot an Abdurrahman ibn Ghanam al-Ash'ari qal haddathani Abu Amir aw Abu Malik al-Ash'ari wallahi ma kadhabani سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بصارحة لهم يأتهم الرجل لحاجة فيقول ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. Rawahu al-Bukhari ta'liqan majzuman bih. Ky hadith që transmeton Ebu Malik ose Ebu Amir al-Ash'ari radiallahu anhu, dhe transmetues Abdurrahmani thot se ai nuk më gënjej mua. Domethënë, nuk më ka gënjy, por e ka dëgjuar me të vërtet kët nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të ketë nga umeti im njerëz që do ta lejojnë imoralitetin, mëndafshin për burrat, alkoolin dhe veglat muzikore, dhe veglat ose instrumentet muzikore. Dhe do të zbresin disa njerëz pra një malit, të cilët do të kenë kafshat e tyre që I kullosin. Do të vi atyve një nevojtar dhe ata do t'i thojnë kthehu tek ne nesër. Kthehu tek ne nesër, atëherë Allahu subhanahu wa taala do t'i shkatroj ata gjatë natës, do të arrëzoj malin mbi ta
dhe do të shndroj disa prej tyre në majmuna dhe dera deri në ditën e Kiametit. Deri në ditën e Kiametit. Dhe këtë hadith e ka transmetuar Buhariu rahimahullah ta'liqan mu'allaqan, por me, domethënë në mënyrë të prerë ose me vendosmëri. Shkaku pse Buhariu rahimahullah ka transmetuar këtë hadith ta'liq, do të mu'allaq, disa prej dietarëve kanë thënë, si Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, për shkak se Abdurrahman ibn Ghanem al-Ash'ari ka dyshu te sahabiu, a është Ebu Amir ose është Ebu Malik al-Ash'ari. Dhe shkaku i kësaj Buhariu domethënë e ka sjellë muallaqan. Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ka ardhur dhe ka thënë e drejta është këtu për shkak se Buhariu rahimullah e ka dëgju këtë hadith nga shejhu i tij Hisham ibn Ammar, por në një rast kur ka bërë Hishami përsëritje e jo transmetim të haditheve. Domethënë, forma e transmetimit prap ka qenë kjo transmetim, ama ka qenë përsëritje, mudhakara. Hisham ibn Ammar rahimahullah ka bërë përsëritje dhe ka përmend këtë hadith. Nuk ka qenë domethënë forma ose mexhlisi i transmetimit i haditheve. Dhe shkaku i kësaj dallimit shumë të vogël, Buhariu e ka sjellë domethënë muallaqan, e jo domethënë siç është domethënë shumica e pjesa e haditheve të në Sahih al-Buhari. Dhe kjo tregon domethënë për pikshmërinë domethënë e imamllarëve të hadithit, e sidomos domethënë në kalibri si Imam al-Buhari rahimahullah, si Imam Ahmedi rahimahullah, si Imam Muslimi rahimahullah, e të ngjashmit me to. Domethënë shikoni domethënë ka bë dallim mes përsëritjes dhe ajo domethënë kur është një mexhlis ku transmetohet domethënë hadithet. Ka bë domethënë dallim që doshta domethënë dikujt i kishte duk domethënë gjë e rëndom normale, që s'ka nevojë domethënë me bë dallimin. Por imamllar të tillë si Imam al-Buhari rahimahullah, edhe këto çështje domethënë i kanë pas parasysh. I kanë pas domethënë në parasysh. Sheikh Zejdi rahimahullah thot në lidhje me këtë hadith, ndaz domethënë të titullit të këtij kapitullit, e mësojmë thot Sheikh Zejdi rahimahullah se rrobat për burrat ndahen në 3 lloje. Lloji i parë ajo është ato teshat që janë të ndaluara, si për shembull mëndafshi. Si për shembull do thonë mëndafshi për burrat. Lloji i dytë është ajo lloj domethënë i papëlqyer, që hyn këtu thot Sheikh Zejdi rahimahullah, ku përmban te kalimi i kufive dhe shpenzimet në gjëra të kota. Te kalimi i kufive dhe shpenzimi domethënë në gjëra të kota. Dhe lloji i tretë domethënë është ai lloj domethënë i cili është i lejuar. Do thonë që nuk hyn as te pjesa e ndaluar e as te pjesa se domethënë e papëlqyer. Pastaj thot Sheikh Zejdi rahimahullah se ky hadith domethënë mësojmë ose aludon për disa çështje, për disa norma. Çështja e parë thot Sheikh Zejdi rahimahullah është ajo mu'gjizja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ka treguar diçka domethënë që do ndodh domethënë në fund domethënë në të kësaj domethënë të kohës në këtë botë. Dhe kjo domethënë patjetër ka ndodhur. Si ka na ka lajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çështja e dytë thot Sheikh Zejdi rahimullah, ndalimi i imoralitetit, që është një krim i madh. Që është domethënë një krim i madh, ndalimi domethënë i imoralitetit. Çështja e tretë thot Sheikh Zejdi rahimahullah, ndalimi i mëndafshit për burrat, për vetëm se ai përjashtimi që ka bërë ligjdhënësi, si për shembull domethënë për doni njerit i cili është i smur, ose ajo sasia domethënë që e ka lejuar ligjdhënësi. Përndryshe domethënë mëndafshi është i ndaluar për meshkujt e këtij umetit. Çështja e katërt thot Sheikh Zejdi rahimahullah, ndalimi i alkoolit, që është thot Sheikh Zejdi rahimahullah, nëna e të këqijave. Nëna e të këqijave. Çështja e pestë
thot Sheikh Zejdi rahimahullah, është çështja domethënë ndalimi i instrumenteve muzikore ose muzika në përgjithësi. Dhe thot Sheikh Zejdi rahimahullah se çështja e muzikës domethënë aq është shtu ose është e përhapur në kohën tonë, sa që nuk dim domethënë që donjëherë në historinë e njerëzimit të ketë qenë kaq e përhapme sikur është domethënë në ditët e sotit. Edhe prandaj thot Sheikh Zejdi rahimahullah, muslimani duhet me qenë shumë i kujdesshëm prej sprovës të muzikës dhe ta angazhojnë veten e tij, do të thonë nga njëra anë me u largu prej muzikës, mos me dëgju muzikën, dhe në anën tjetër me angazhu veten e tij me librin e Allahut subhanahu wa taala, duke lexuar librin e Allahut subhanahu wa taala, duke lexuar sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do thonë duke lexuar për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, hadithet e tij, fjalët e tij, jeta e tij, se aty thot Sheikh Zejdi rahimahullah qetësohet zemra dhe gjallërohen shpirtrat. Aty qetësohet zemra e njeriut kur lexon Kur'an dhe kur lexon hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, aty qetësohet zemra e tij, zemra e njeriut dhe gjallërohen shpirtrat. Dhe kështu e arrin robi kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj çështja 6 dhe fundit që përmend Sheikh Zejdi rahimahullah në lidhje me këtë hadith është thotë se robi duhet në u largu mëkateve dhe pasimit të epshit, sepse pasimi të epshit dhe bërja e mëkateve janë shkak prej shkaqeve për dënimin e robit në dunja dhe në ahiret, sepse Allahu subhanahu wa taala nuk është i kënaqur me të kotën e as me njerëzit e saj, por Allahu taala është i kënaqur me të vërtetën dhe i don njerëzit e së të vërtetës, sepse ai është i drejtë në gjykimin e tij dhe i shpërblen robërit e tij sipas punëve të tyre, në bazë të punëve që ata domethënë i veprojnë. Ibn Abdul Hadi rahimahullah e ka sjell këtë hadith këtu në këtë kapitull dhe në këtë libër që me tregu se nuk lejohet veshja e mëndafshit për burrat, qoftë ajo në namaz, se këtu e ka për qëllim ai namazin, që nuk lejohet domethënë gjatë namazit me pas të veshur veshje domethënë rroba të nga mëndafshi. Ajo për burrat vlen gjatë namazit dhe jashtë namazit. Imam Darul Hijra, Imam Maliku, ka thënë se nëse dikush falet me tesha të mëndafshit, e ka namazin të kotë dhe duhet me përsërit, është sikurse ka thënë ai i cili falet me tesha me rroba të pista. Por gjumhuri e ulema e kanë mendimit se namazi i tij është i sakt, por ka mëkat. Nëse e din gjykimin, në kusht është me e ditë domethënë gjykimin se mëndafshi është i ndaluar për burrat, qoftë ajo gjatë namazit edhe ajo jashtë namazit. Po e din gjykimin dhe prap vepron, atëherë namazi i tij është i sakt, por ka mëkat. Kjo është mendimi i gjumhurit. Kurse Imam Maliku rahimahullah e ka mendimin se namazi i tij nuk është i sakt, duhet me përsërit namazin. Duhet me përsërit namazin. Këtu e ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fillim të hadithit la yakunanna min ummati aqwamun. Domethënë do të ketë nga ummeti im njerëz. Këtu nga ummeti jem është për qëllim domethënë ummetul ijaba, ummeti i cili është përgjigjur thirrjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Aqwamun yastahillun, e bëjnë halal zinan, mëndafshin, alkoholin, instrumentet muzikore. Nëse dikush
domethënë e bën halal me bindje dhe duke i ditë këto çështje se janë të ndaluara, atëherë bëhet kafir. Por këtu është për qëllim domethënë se ata, si thotë Sheikh Uthemini rahimahullah, i veprojnë këto mëkate pa domethënë të kenë turp, pa me pas turp. Bile i tregojnë këto mëkate kur i veprojnë. Isha në vend filanit, edhe thotë Sheikh Uthemini rahimahullah, ka njerëz domethënë që bën udhëtime në vende të ndryshme dhe pastaj u rekomandojnë edhe të tjerëve. Shkon filan shtet, shkon filan vend, ka ashtu kështu me radhë. Kjo është domethënë për qëllim. Se po e bën ai halal, duhet ditë domethënë se është haram, edhe ka bindje se është halal domethënë, ya'taqid se është halal dhe se është haram, atë del prej fesë. Por është për qëllim ajo që thotë Sheikh Uthemini rahimahullah. Dhe këtu më kujtohet domethënë ajo që na tregoi Sheikh Khalid hafidhahullah, se kishte pas një person që kishte shku në vende të tilla dhe e kishte taku një person tjetër atje, edhe ky njëri tjetri, domethënë i pari, në atë vend i tillë, në ato rrethana të tilla, tu fol kundër Sheikh Rabis. Para më domethënë, ai shkon në ato vende të tilla, edhe merr guximin tash me fol për ose kundër Sheikh Rabis rahimahullah. Edhe ky tjetri ka thënë ti ke ardhur këtu në këtë vend, që vetë din se çfarë vend është ky. E Sheikh Rabia tu jetun në Mekë, edhe halli jot, do të thonë me fol për Sheikhun as vjen marrë, edhe është qujt dhe është largu dhe s'ka thënë fjalë. Barakallahu fikum. Pastaj hadithi i radhës 480 عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه رواه البخاري. Tregon Hudhaifa radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ndaloi të pijmë në enë prej ari dhe argjendi, si edhe të ham në to. Dhe na ndaloi të veshim mendafsh dhe dibaq. Dhe dibaq është domethënë një lloj prej mendafshit. Apo të ulemi mbi të. Tash shkaku pse ka sjell Ibn Abdul Hadi rahimahullah këtë hadith këtu në këtë kapitull, është kjo pjesa e fundit e hadithit wa nejlisa alej, dhe të ulemi mbi të. Do thonë me marrë me ndafshin, do më thonë si lloj shtratit për shembull, ose për shembull tapet. Këtu është për qëllimin që Ibn Abdul Hadi ka sjell këtë, që është libri i namazit, që zbën do me thonë me u fal mbi një sugjeda që është sugjeda nga mëndafshi. Ose tapeti për shembull. Nëse është tapeti te piku për shembull nga mëndafshi, është e ndaluar do me thonë me u fal do me thonë mbi të. Është e ndaluar do me thonë me u fal mbi të. Edhe thot Sheikhu Sheikh Zeid rahimahullah se ky hadith do me thonë aludon do të thonë për disa çështje që janë të ndaluara, dhe ato janë do të thonë ndalimi me ngron do të thonë dhe me pi prej enave që janë do të thonë prej arit ose argjendit. Edhe këtë përforcon po ashtu hadithi Ummu Salama radhiyallahu anha, ku ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam innal ladhi yashrabu fi aniyati adh-dhahab wal fidda inma yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Ai do të thonë që pin prej enës së arit ose argjendit, me të vërtet do më thonë në fut në barkun e tij zjarr do më thonë të xhehenemit. Dhe e dyta thotë Sheikh Zeidi rahimullah, ky hadith aludon do më thonë se është e ndaluar për burrat e këtij ummeti, do më thonë mëndafshi dhe e dibaq, i cili është do më thonë një lloj prej llojeve të mëndafshit. Është e ndaluar do më thonë për meshkujt e këtij ummeti dhe po ashtu është e ndaluar për to edhe ulja mbi to. Gjumhuri
e ka mendimin nëse njeriu fal mbi një sugjada, mbi një tapet, që është nga mëndafshi, namazi i tij është i sakt. Namazi i tij domethënë është në rregull, në rregull. Kurse sa i përket grave domethënë, është e lejuar domethënë. Edhe të ulen mbi to, edhe ta falin namazin, edhe ti përdorin domethënë gjatë namazit dhe po ashtu edhe jashtë namazit. Po ashtu domethënë edhe jashtë namazit. Pastaj hadithi i radhës, an Abi Uthman an-Nahdi قال أتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى فما علمنا أنه يعني الأعلام متفق عليه. Tregon Abu Uthman an-Nahdi se na erdhi një letër nga Omeri radiallahu anhu ndërsa ne ishim me Utba ibn Farqat në Azerbajxhan. Ku thuhej, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e ka ndaluar mëndafshin përveç kështu. Dhe tregoj me gishtin tregues dhe i mesmin, tha sipas asaj që kuptuam, domethënë Abu Uthman an-Nahdi, sipas asaj që kuptuam, ai kishte fjalën domethënë për shiritat e vegjël prej mëndafshit ose domethënë për simbole në veshjen e njeriut. Këtu pasi njëherë Ibn Abdul Hadi rahimullah solli hadithet në lidhje me mëndafshin se është ndaluar për burrat e këtij ummetit, solli tash disa hadithe, do të thonë 2 hadithe në realitet, ku tregon domethënë sasia e lejuar për burrat e këtij ummetit që e kanë të lejuar domethënë mëndafshin. Edhe nëse s'kan ndonjë farë lloj nevoje. Se po patën nevojë domethënë që do e shohim tash në hadithet e radhës, po patën nevojë do një smundje të lëkurës ose plaga ose të ngjashme, lejohet domethënë na edhe po të jetë mëndafshi domethënë na kështu khalis i pastër për shkak nevojë. Po këtu edhe po s'patën nevojë, kjo sasi domethënë që do shohim tash u lejohet burrave të këtij ummetit. Këtu e shohim domethënë se Abu Uthman an-Nahdi rahimahullah tregon se ishim në Azerbajxhan me Utba ibn Farqat. Ishim në Azerbajxhan me këtë sahabi. Utba ibn Farqat, sahabiyun jalil, sahabi nderuar, radiallahu anhu. Çka kishin kërkuar në Azerbajxhan? Ishin domethënë për xhihad, luftë. Dhe Omeri radiallahu anhu Utba e kishte caktuar domethënë për wali, për udhëheqës, për komandant. Këtu kur Omeri radiallahu anhu shkruajti aty dhe një letër, u përmendi çështjen e mëndafshit, që ndoshta ta njohësit aktualitetit në thojza, kishin thonë, ta çështje janë, s'kan lidhje këta me fen, shumë vogla janë. Ju merreni me menstruacione, me lehoni, me mëndafshin a bën, ne mi tu i hap to vende tu i çliru. Kjo selefizmi i pastër. Es-salafiyatul khalisa. Shikoni thonë edhe këto çështje gjatë, do thonë Azerbajxhan kanë qenë. Sahabët e pejgamberit ta janë. Nuk janë të Abdullah Azami, edhe të këtyre të tjerë. Që kanë thënë njerëzve në Afganistan, edhe çështjet më madhështore që e prekin tauhidin, hejmalijat edhe ato të tjerit, nuk kanë thënë mos i përmendni këto, se këto të Afganistanit pastaj revoltohen edhe na quhen vahabista. Kështu ka thënë ai domethënë koka i xhawarijve në Afganistan. Shikoma dallimi tash, të i bone tash vlerësoje atë xhawarijin me shkollën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të sahabëve ridwanullahi alaihim. Domethënë Omeri radiallahu anhu ka shkruar aty të letër. Kini kujdes për mëndafshin, domethënë. Që dikush kishte jo për çështje vogël, ne jemi tu marr tash me këta qafirat për ballë, jemi në front me ata, këtu tu na folën edhe për mëndafsh, tu na fol për lehoni, tu na fol për menstruacione. Kjo është feja e Allahut. Si ka thënë imami i kësaj kohës, u pëlqen Sheh Rabia. Selefiu e zbaton fen prej A deri në Z. Prej A deri në Z.
njerë në vetën e tij ai, për vetën e tij. Jo me tregu me gishin ndaj pushtetarve e në vetën e tij tu e haru, familjen e tij tu e haru. Shikoni, do thonë sahabët, e në prandaj kanë pas sukses. Dhe prandaj i kanë çliru ato vende. Se kanë zbatu fenë e Allahut prej A deri në X. Edhe në këto çështje. Edhe në këto çështje, do thonë paramendo, Omeri radiallahu anhu, halifja e muslimanëve, u shkruan letër, do thonë, komandantit të ushtrisë në Azerbajxhan. Kini kujdes se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ndaluar, do më thonë, në mëndafshin. Për vetëm se, do më thonë, në sa 2 gishta. Dhe ka tregu, do më thonë, me shenjë këtu, do më thonë, gishti tregues dhe gishti i mesën. Do më thonë, kaq. Vetëm kaq me qenë sasia e mëndafshit në petkun e burave. Pastaj, Ibn Abdul Hadi rahimullah, nga mendje prehësia e tij dhe kuptimi i tij të thellë, e ka sjell me njerë hadithin tjetër, ku ka një shtojc, një zjeda, ku tregon, do më thonë, se sasia e lejume është, do më thonë, për burrat e këtij ummetit 4 gishta. Dhe gishta duke qenë, do më thonë, të bashkuara, jo të ndajt me kështu, po të bashkuara. Edhe jo me i shtip me zot kështu, po në mënyrë, do më thonë, normale, natyrale, po të bashkuara. Kjo është sasia e lejume, do më thonë, për meshkujt e këtij ummeti, dhe thot këtu Ibn Abdul Hadi, wali muslimin an Umar radiallahu anhu qal, naha nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam an lubsi al-harir illa mawdi'a isba'ain aw 3 aw 4. Do më thonë, tregon këtu Omeri radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ndaluar mëndafshin për vetëm se sa 2 gishta, apo 3, apo 4. Do thonë 4 gishta. Ma shumë, do më thonë, nuk lejohet pa pas, do më thonë, nevoj. Pa pas, do më thonë, nevoj. Dhe thot Shejhu Shejh Zedi rahimahullah se këto 2 hadithe, të cilët janë, do më thonë, të Omerit radiallahu anhu, tregojnë, do më thonë, se mëndafshi është i ndaluar për burrat e këtij ummetit. Dhe tregojnë, do më thonë, ajo sasia që ka lejuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që lejohet, do më thonë, për shirit ose për do një shenjë që është, do më thonë, në qëndisje, do një qëndisje, do më thonë, do një qëndisje në robën e burrit. Më kanë thënë e ke qëndisur punën. Thënë kjo vike prej kësaj. Barakallahu fikum. Shejhu Shejh Zedi rahimullah tregon cilat janë shkaqet, do më thonë, ose urtësia ku qëndron për ndalimin e mëndafshit. Thot Shejhu, shkaku i parë është, do më thonë, mos përngjasimi me gratë. Mos përngjasimi, do më thonë, me gratë. Shkaku i dytë, ose urtësia e dytë, thot Shejhu rahimahullah, që mos të thyhen zemrat e fukarave. Se kur shohin, do thonë, fukarat, se ato pasanik të vishen me mëndafshe, kështu, do më thonë, u thyhet zemra tyrve. Dhe shkaku i tretë, do më thonë, mos të rritet çmimi i mëndafshit. Se nëse ka kërkesë madhe, atëherë edhe çmimi po rritet. Pastaj hadithi i radhës 483, thot Ibn Abdul Hadi rahimahullah an Anas ibn Malik radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam rakhasa li Abdurrahman ibn Auf wa Zubair radiyallahu anhuma fi al-qumus al-harir fi as-safar min hikkatin kanat bihima. Muttafaqun alayh. Tregon Enesi radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u alejoj Abdurrahman ibn Aufit dhe Zubair ibn Awamit që të veshin mëndafsh për shkak të kruarjes. Do thonë kishin smundje në lëkurën e tyre. Do thonë kishin ato, do thonë, që shton njeriu të kruhet e kështu ose do një plak. Si pasojë të kësaj u alejoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të veshin, do thonë, mëndafsh, nëse kjo, do më thonë, sjell dobi për personi i cili është, do më thonë, i goditura për një smundje të tillë. Dhe thot Shejh Zedi rahimahullah se ky hadith
tregon domethënë se lejohet mëndafshi që të vishet nga ana e burrave nëse e kërkon nevoja. Si për shembull domethënë me pas kruarje të lëkurës ose do një plak, ose thotë Sheikh Zejdi rahimullah e treta është domethënë nëse nuk ka rrobë ose tesha për me mbulu auretin. Në rrethana të tilla domethënë mund domethënë të vishet me mëndafsh nëse nuk ka mundësi domethënë testur bihi al-aura, domethënë që me mbulu auretin e tij. Pastaj hadithi radhës 484 عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراه فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي متفق عليه. Tregon Ali radiallahu anhu se I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam më dhuroi një mantill të bërë nga mëndafshi, I prodhuar do të thonë nga mëndafshi. Dhe thot Ali radiallahu anhu dhe unë e vesh atë, e vesh. Kur pash zemrimin në fytyrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e shqeva dhe ndava ndërmjet grave të shtëpisë sime. Të shtëpia që ishin ata gratë, vavash domethënë u avash atyrve. Pastaj hadithi tjetër të Ebu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. Tregon Ebu Musa radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se është lejuar ari dhe mëndafshi për do të thonë femrat e këtij umetit, për gratë e këtij umetit, dhe janë të ndaluara, do të thonë edhe ari dhe mëndafshi për meshkujt e këtij umetit. Ibn Abdul Hadi rahimahullah I ka sjell këto dy hadithe që me tregu domethënë se mëndafshi është I lejuar për gratë e këtij umetit. Qoftë përdorimi mëndafshit gjatë namazit ose jashtë namazit. Por këtu është tema e namazit, prandaj ka sjell Ibn Abdul Hadi rahimahullah këto dy hadithe. Dhe thosh Sheikh Zejdi rahimahullah se gratë I kanë këto dy çështje domethënë të lejuara ari dhe mëndafshin po ashtu, sepse ata kanë nevojë domethënë edhe për me u zbukuru. Për me u zbukuru domethënë për bashkëshortët domethënë e tyre. Pastaj hadithi I radhës an Shu'ba an Fudayl ibn Fadal an Abi Raja قال خرج علينا عمران بن حسين رضي الله عنه وعليه مطرف خزي فقلنا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبس هذا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا أنعم على عبد نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. Tregon Ebu Raja se një ditë doli Imran ibn Husejni radiallahu anhu dhe kishe të veshur një mantill të bukur për një shtofë të mirë. Dhe I tham, o shok I të dërguarit të Allahut, sallallahu alaihi wasallam, a e veshti këtë? A ju përgjigj, duke thënë, I dërguari Allahut, sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kujt Allahu I ka dhënë një mirësi. Allahu do që të shihet domethënë gjurmët e kësaj mirësie të ai personi. Këtu e ka sjell Ibn Abdul Hadi rahimahullah këtë hadith që me argumentu domethënë se lejohet domethënë veshja e një petkut, e një ropë, që është domethënë me përbërje për diçka tjetër, si leshi I deles për shembull ose të ngjashme, dhe pjesa e mëndafshit nuk është e dukshme. Pjesa e mëndafshit domethënë nuk është e dukshme dhe nuk vrehet. Edhe këtu mendohet domethënë se kështu ka qenë kjo mantilli që ka pas domethënë
Imran ibn Husejni radiallahu anhu, që ka pas do me thonë një pjesë, po pjesë të vogël të mëndafshit, po që nuk ka qenë e dukshme. Ka qenë do me thonë i përzir në përbërjen do me thonë kur është prodhu, është përzir do me thonë mëndafshi me pjesën më e madhe të për shembull lesh të deleve. Dhe është prodhu do me thonë një këmish ose një mantil. Thoshte Sheikh Zejdi rahimahullah se disa prej selefit, edhe prej tyre është përmend këtu do me thonë Imran ibn Husejni radiallahu anhu, dhe disa të tjerë do me thonë e kanë pas mendimi do me thonë se një gjë e tillë nëse është i përzir dhe nuk duket, dhe pjesa më e madhe e shtofit është nga diçka tjetër e jo të mëndafshit, atëherë se lejohet, e ka pas do me thonë këtë mendim Imrani radiallahu anhu dhe disa të tjerë prej selefit ridwanullahi alejhim, por ajo që është më e sigurt ta thotë Sheikh Zejdi rahimullah dhe me dal jashtë khilafit është do me thonë në më mirë mos me e përdor një gjë e tillë. Sepse burrat në lidhje me mëndafshin kanë 3 situata. Situata e parë është situatë kur ai ka nevojë për do një smundje, si kruarjes ose plake të ngjashme. Këtu edhe në qoftë se është mëndafshi i pastër, do të thonë në rrethana të tilla i lejohet burrit me e vesh. Situata e dytë është ajo situatë do më thonë nëse është sa 4 gishta ose ma pak. 3 gishta, 2 gishta ose 1 gisht. Atëherë këtu do më thonë lejohet edhe mos me pas do më thonë nevojë. Pa nevojë, po do me pas për zbukurime të ngjashme diçka, mundet do më thonë me përdor aq sasi do më thonë sa 4 gisht ose ma pak. Situata e tretë, kur është në prodhimin të saj, kur prodhohet ajo rroba do më thonë, është përzir do më thonë. Dhe pjesa e mëndafshit nuk është e dukshme, është e mshefët do më thonë, nuk duket. Dhe ajo pjesa tjetër e shtofit është pjesa më e madhe do më thonë, e atit produktit, atëherë do më thonë, si që shohim këtu do më thonë, disa e kanë lejuar. Dhe këto hadithe që janë të përmendura, ku ndalohet do më thonë mëndafshi për burrat e këtij ummetit, qoftë për veshje, ose me u fal mbi të, ose me ul mbi të, kështu me radhë, këtu është për qëllim do më thonë mëndafshi natyral. Është për qëllim mëndafsh natyral. E jo mëndafshi el harir as-sinai, do më thonë ai mëndafshi artificial ose industrial. Ai lejohet. Ai lejohet do më thonë në mënyrë të pakufizuar. Por këtu ndalimi vlen do më thonë për mëndafshi i cili është mëndafsh natyral. Kurse ai do më thonë mëndafsh artificial ose industrial, ai do më thonë lejohet mutlaqan, në mënyrë do më thonë të përgjithshme. Në mënyrë do më thonë të përgjithshme lejohet. Pasaj hadithi radhës 487 an Abdillah ibn Amr radiallahu anhuma qal ra'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alayya thawbayn mu'asfarayn faqal a ummuka amaratka bihadha qultu aghsiluhuma qal bal ihriqhuma. Tregon Abdullah ibn Amr ibn As radiallahu anhuma se më pa i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam dërsa kisha veshur 2 rroba të ngjyrosura me ngjyrë të kuqe. Dhe më tha, a të ka urdhëruar nëna jote të veshësh këtë? Unë i thash, ti laj ato, me i la, do më thonë, a i tha, sallallahu alaihi wasallam, jo, por djegi ato, jo, por ndjegi, do më thonë, ato. Dhe po ashtu hadithi i radhës, që ndërlidhen do më thonë të 2 hadithet në temën, 488, an Ali radiallahu anhu, anna Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, naha an lubsil qasi wal muasfar, rawahuma Muslim. Transmeton Aliu radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndaloi veshjen e mëndafshit dhe rrobat të ngjyrosura me ngjyrë të kuqe ose protokalli. Do thonë ato rroba të cilat janë të ngjyrosura me usfur, që është një lloj bime që jep domethënë një ngjyrë të kuqe ose ngjyrë protokallit.
Dhe thot Sheikh Al-Albani rahimahullah, domethënë ajo el usfur, ajo jep domethënë ngjyrën e portokallit të qelur. Se kjo domethënë kur bëhet me këtë lloj ngjyra, ata domethënë nuk lejohet, edhe po ashtu ajo që bëhet me zafaran, se këtu ka pas domethënë për ngjasim me nga njërën anë me qafirat dhe në anën tjetër domethënë me gratë. Domethënë el illa, thot Sheikh Al-Albani rahimahullah, shkaku ka qëndru, shkaku i ndalesës është se njëna është domethënë për ngjasim me qafirat, e tjetra është domethënë për ngjasim me gratë, edhe prandaj domethënë një gjë e tillë nuk lejohet për burrat e këtij ummetit. Por thot Sheikh Al-Albani rahimahullah, kur largohet shkaku ajo el illa, sepse gjykimi është i ndërlidhur me shkakun, e po u larguar shkaku, atëherë domethënë nuk ka gjë kundër asaj. Nëse për shembull me kalimin e kohës nuk bëhet vetëm ajo veshje të qafirave për shembull, atëherë largohet ajo el illa që është ndaluar domethënë një gjë e tillë. E sa i përket ngjyrës së kuqe, nëse dikush e vesh do një këmishë kuqe për shembull, ose do një kamis, ose do një theup, Sheikh bin Bazi rahimullah thot se gjumhuri, pjesa dërmuese të dietarëve, thonë se s'ka gjë domethënë në veshjen domethënë e ngjyrës së kuqe, e sidomos domethënë kur e ka penin domethënë me ndonjë ngjyrë tjetër. E ka penin domethënë me ngjyrë të zezë ose të bardhë e të ngjashme. Edhe e kanë pa sahabët pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke pas veshur domethënë në një theup, domethënë një këmishë domethënë me ngjyrë të kuqe. Thot Sheikh Zejdi rahimahullah, këto dy hadithe tregojnë domethënë për ndalimin e dy llojit të rrobave. Lloji i parë domethënë ajo rroba domethënë e cila është ngjyrosur me usfur, që e ka domethënë në ngjyrën të portokallit ose të kuqe. Dhe el qasi, që është përmend këtu dhe thot Sheikh Zejdi rahimahullah se këtu është domethënë el qasiji një lloj domethënë të mëndafshit, një lloj domethënë të mëndafshit. Dhe s'është ndaluar, nënkuptohet nga fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, si ka thënë Abdullah ibn Amrit, ndjegi ato. Jo vetëm me ilajt, po ndjegi domethënë ato. Pastaj hadithi i radhës, dhe është i fundit në këtë kapitull, thot Ibn Abdul Hadi rahimahullah, an Aisha radhiyallahu anha qalet, خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود والمرحل الذي قد نقش فيه تصاوير الرحال. Tregon nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu anha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam doli në një mëngjes dhe kishte veshur një mantill të zbukuruar, domethënë me figura. I zbukuruar me figura prej leshit të zi. Wal murahhal është një robë domethënë që është e zbukuruar me figura që paraqesin domethënë shalën ose pajisjet e deves. Domethënë janë figura domethënë të gjallësave. Po e keni parasysh shala e deves ose diçka tjetër domethënë që nuk kanë shpirt. Kjo është domethënë për qëllim që ka pas domethënë ajo rroba në disa pjesë domethënë disa zbukurime, edhe ka qenë domethënë e zezë. Dhe Ibn Abdul Hadi rahimahullah e ka sjell këtë hadith këtu, me argumentu se lejohet ngjyra e zezë për burrat e këtij ummetit. Domethënë bën që burri me vesh domethënë një petk, qofshin ato pantallona ose do një këmishë ose do një theup, e cili është domethënë i zi. Këtu për vetëm se Imam el-Auzai, Imam Sham, Imam el-Auzai rahimahullah ka thënë se e ka mendimin domethënë se është e papëlqyer ngjyra e zezë për burrat, se ka thënë atë veshje domethënë e veshin njerëzit
kur goditen prej do një sprov. Do të thonë i vdek dikush e kështu me radhë, e ne mos me ndodh për ngjasim me ato njerëz, do të thonë me u dallu prej tyre, atëherë mos me vesh domethënë na rroba me ngjyrë të zezë. Por domethënë xhumhuri është dhe domethënë pjesa dërmuese të dietarëve se një gjë e tillë domethënë lejohet domethënë ngjyra e zezë për burrat. Kurse ato figura domethënë mos i keq kuptojmë domethënë këtu se janë figura të gjallësave as si jo, por figura domethënë të shalas ose të pajisjeve së deves. Domethënë janë lloj zbukurim domethënë për rrobat. Me ato domethënë si për shembull shala e deves ose të ngjajshme. Dhe kështu në fund kapitullit dhe mjaftojmë me kaq. Dhe kapitulli tjetër është Babu Salatil Kusuf, por këtë inshallah të mësojmë javën tjetër, se është pak kapitull më i gjatë. Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.